me fillo se na lodhe. Min presim gjatë natës. Po, unë do t'i lutem Mozës se cilit prej jush për të bërë sfidat me të drejtën, sepse janë elementi më i rëndësishëm i këtij programi. Dhe më vjen keq që dashur Dona, por ti, një vajzë e re, me një grua 63 vjeçare, nuk jeni njësoj për sfidat fizike. Nuk jam unë njësoj dhe ajo është njësoj për të goditur mua dhe për të më. Jo, nuk janë rregull ti bana. Me këtë logjik që po thua. Qysh me tash Mozën e duam. Okej, na pëlqen patjetër që po. Unë jam një ndër ata që patjetër e pëlqej siç ka dhe shumë si puna ime. Se është e zonja mënyra se si e rrotullon atë lloj aty është nona. Po tani, të thuash që një grua 62 vjeçare, një vajzë e re nuk domethënë të vi turpa apo kuzor që krahasosh me një grua 62 vjeçare. Mojë më se ajo është 62 dhe kjo është 22, lekët i marrin tamam një lloj ato më tre. Lekët i duan të dyja njësoj. E dua Mozën, tash mos e bëj cat nënë se cat njerë, kësë unë e kuptoj patjetër se Moza po ta mban atë format bana. Se për të iku mbaroj. Po Moza po ta mban atë format, po drejt që në hëngërt, jo kaq hapur, se gjuna dhe ajo ka sakrifikuar që është aty dhe shumë të tjerë kanë sakrifikuar, po thua ja uzuri leshi gojën atyre që të ktheshin të tërë bashk. E kupton bana? Po ke gjetur qet ata aty ja. Po domethënë të më thoshe mua aty lere Mozën me një mos turp që krahasosh ti me Mozën. Unë kisha bërë namin kisha bërë. Namin, e s'di se rreziqe e bërë për i shtot aty janë. Lere të të fitoj ajo se gjuna nuk krahasosh do ti me... Jo me do krahasohet. Që shkuj mua bet. Mos u krahasoti me atë sa 62 vjeçe të 22 vjeçe. Edhe qa? Fundja fare aty janë gjithë barabartë. Që keni këtë lloj që bëni diferenca me njëri tjetrin, bëni dallime me njëri tjetrin. Si vjetja ke lere tash, mos flasim. S'vjen zor të turp të krahasosh ti me Mozën, ai 62 vjeçe edhe po sfidat duhet të ketë një lloj. Çfarë sfida duhet të ketë Moza të bëj krapza? Edhe ajo të futet në bajka? A tash e dua Mozën patjetër, po tani le të referohemi lojës. Le të rrim te loja. Le të rrim të jemi të barabartë me të gjithë. Ca të nënës, ca të njerëkut. Jo, absolutisht. Biles, kështu juve jeni duke bajtur kështu, duke folur bana kështu, e bën si pa aft Mozën. Po më jo, se për 62 vjeçë që është ajo shumë e fortë. Se 62 vjeçaret sot janë me herje. Janë me nefshatik. Ajo është mashallah. E për këtë e duam, që prap se prap mundohet. Po jo ti thuash asaj tjetër demoralizosh, jeti më e vresë ajo mos u krahasoti me atë me sfidat e saja. E Frederik Ndoci, 60 ca vjeç, 70 vjeç, haj kokë me neve të rinë. Kokë me ne të rinë. Edhe nuk pranon dhe e kur që të bëje diferencime me njëri tjetrin aty, me lojtat e tjerë. Jo, thoshe, jam i lloj me të gjithë.